Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, nëse keni për herë të parë që keni klikuar këtë video dhe ju ftoj të bëni subscribe. Unë sot është e hënë, ju uroj të gjithëve nëse keni nisur shkollën, suksese, nëse fëmijët tuaj, Besa, Nipi, ka nisur shkollën suksese. Shpresoj që të dalin sa më mirë dhe të jetë një vit sa më i bukur shkollor. Edhe se si më duket që unë nuk do vete në shkollë, për nejse, kam shumë vite që jam shkëputur nga gjimnazi. Edhe kështu njerëz, ju uroj shumë suksese. Edhe shtatori qoftë një muaj sa më i mbar për të gjithë, sepse dhe unë e nisa mbar sot, sepse paguam programin ku unë punoj për mbire. Edhe do nisë që të merren seriozisht. Kam parë pa fund, ide kam shkruajtur, ide që më kanë ardhur në moment, i kam ruajtur, por tani duhet t'i futem punën seriozisht dhe të krijojmë krimet e bukura që unë krijoj vetë nga 0 deri tek 10. Vetëm pastaj normale produktin final e çoj në një vend të specializuar për atë gjë që të dali ashtu siç unë dua që të dali. Edhe duhet të merremi. Jam shumë emocionuar. Seriozisht jam emocionuar dhe kam frikë, po e di që do jem shumë ngarkuar këtë kohë. Edhe po e nisa, nuk dua që të shkëputem, sepse duhet që ta mbaroj se vetëm unë jam, nuk ka kush më ndihmon. Edhe prandaj duhet që ti vendos gishtin kokës edhe të jem sa më shumë produktive. Më falni se u shpreva shumë emocionet e mia, por shpresoj që ta nisim mbar. Edhe t'ju tregoj pak outfitin. Këtë bluzën e kam për herë të parë që po e vesh. Kjo është me 2 krahun, fakt rikështu, por unë këtë krahun këtu e kam vendosur poshtë. Edhe duket e kam më rehat, sepse ajo më ngrihe i lartë. Edhe e kam kombinuar me këto pantallonat nga Mango. Unë kam 2 palë gri, kam bler një palë të bershka, një palë të Mango dhe ato të bershkës janë shumë të mira. Këto thjesht kanë këtë modelin pak më copën, më të rënd. Edhe duket më bukur normale që i kam hekurosur. Dhe me këtë bluzën e kuqe. Besoj se është një outfit i lezetshëm. Kam 2 opsione për çantën, këtë të zezën, që është kështu, ose këtë. Kjo më pëlqen shumë kombinimi bardhë zi me të kuqen, por mos bëhem. Po shkojmë me të zezën. This moment, no one can tell where we should go. Oh, it's coming. We thought we had it, the truth about our common soul. That it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something more, something beautiful, something beautiful. This moment, it's time to tell where
shkoj të ndrohem dhe t'ju tregoj çfarë mora në market. Ora 3 dhe unë akoma nuk kam ngrënë asnjë gjë. Edhe po më nisë dhimbja e stomakut. Kapën pak flokët. Kisha pa i kapo flokët kështu bukur me make-up, se me flokë bishri gjithë ditën. Edhe t'ju tregoj një herë çfarë mora tek Acqua di Sapone, më duket mirë e them. Edhe ka kështu gjëra italiane. Mora këtë aromën për rrobat, kishte aromë shumë të mirë. Chanticleer është firmë italiane edhe zot, sa e mirë, të shohim nëse do mbajnë aromë rrobat. Mora një dhuratë për të dashurin, sa ajo është fan si Milanit. Edhe mora një furçë me Milanin, kushtonte 2000 lekë. Mora një haruça. Mora një pastë dhëmbësh, kjo kushtonte 5000 lekë. Do t'ju tregoj sa më shpejt, mora një ilaç për rrobat e zeza, se ilaçin që kisha marrë herën e fundit në market për rrobat e zeza nuk më pëlqeu. Edhe mora këtë të provoj këtë. Remi, rosa, aromë e mirë, shishon nga është kjo, më thanë që është më i mirë për rrobat e zeza aty te dyqani. Gjëra mora, këtu kam dhe çmimet, më kushtuan të gjitha 17000 lekë. Lë këtu poshtë. Mora salmon, 100 gram, 5500 lekë. Gjëra mora, këtu kam dhe çmimet, më kushtuan të gjitha 17000 lekë. Gjëra mora, këtu kam dhe çmimet, më kushtuan të gjitha 17000 lekë. Mora buk për burger. Mora këto dhe këto janë të prera vetë. Se janë dhe një parë të tjera, do të thënë, është një buk tjetër, po kur e pres atë ajo shkatrohet. Si këto, nuk e di si thuan, nuk di të shqiptoj. Si këto. Gjedhe në rrugë, sepse të bëj një projekt shumë të veçëm. Ka marrë 2 copa kungull për të bërë supë kremoze. Marrë krem djathi. Këtë organizuesen, edhe shkone se lezetshme është, mora ngjyrë neutrale, kështë edhe të bardhë dhe jeshile, edhe mora për tek mbyre, sepse unë këtu po stikera, vendosë, më të në organizoj gjëra së tek mbyre dhe janë shumë mira, kështoj 7500 lekë. Mora karota, këto qiqra, fasule, vone çfarë gjeta, midje vongole. Mire thash vongole. Edhe kushtonte vetëm për 2200 lekë, edhe do t'i bëj makarona. Unë i kam ngrënë një recet në Rom edhe ishin të pikante, edhe ishte shumë e mirë, që kështu do t'a gatuajmë edhe në shtëpi dhe ishte shumë djerë. Mora pastaj ricotta, kjo është shumë e mirë. Patate, ishte kilja me 600 lekë. Sa do jepnit këti marketit jo? Tani më vajti 32.000 lekë. Këtu është edhe faktura. Gocat që jetojnë jashtë ose që jetojnë në Kosovë, ka vajtur 32 euro, sepse leku dhe euroja janë njësoj, se më keni thënë gjithmonë më komentoni në për video reja të të mësuaj dhe në euro, që se them 2 euro është 2000 lekë, se 1 me 1 ka vajtur. Dhe po i qoj në përvënde dhe ne sot do gatuanim, prandaj unë mora buk për burger, por ma vajtat e mishit dhe ishte mbyllur kasapi dhe unë vetëm aty marrë mish të grirë në asë një vënd tjetër. Jo, po bjetë shi më duket. Edhe i thash të dashurit që kur të vish të lutem më sidh mish të grirë, pa i ka vajtur në një, do me thënë është në punë, është në një apartament, se dini ju që është arkitekt Alvi, edhe tha ja se jam në zbatim, edhe kështu, inshallah nuk vonohet, se unë nuk kam ngrënë asë një gjë. Por po i qoj në përvënde se kemi gjëra shumë bukura për të folur, që si e kalova unë fundjavën, që nuk kam filmuar, që kështu. Po, kam veshur dhe këtë bluzën, edhe shkoni është me për Halloweenin, edhe kjo është Ersi, kjo është mami, se mami mi ka flokë të kuqe, dhe kjo jam unë, se i kam flokët bjonde, edhe jemi ne të treja. Gjithmonë i themi njëra tjetrës, do më thëmë me Ersin që bëjmë shaka, jemi ëngjit të Charlit. Kënë përshësh me Cameron Diaz, që është bjonde, është e flokë zeza, është e flokë kuqa, ne, treshje fantastike, gratë e shpisë. You hold my
Ja, erdhi, se ishte në punë, bën kështu si i dashuruar tani se s'donte të dilte, se tha jam lodhur. Dhe unë e kam këtu tek bluzja. Je gati çfarë dhurate? Do t'i tregoj dhuratën që i blej. Me zi për pres. Ne. Ue. E vlerësoj mendimin edhe pse kjo është një dhuratë që bëhet për fillimin e shkollës, edhe reja ma bëri momi që filloi shkolla. Se vetëm për fillim shkollës lang dha ty. Pa është për fëmijë. Wow! Mi që s'ma bleve Spider-Man. S'të pëlqen, kështu Jo, më më tha pëlqen, ajo goca, i thash, sa kushton ajo, i thash që ta shoh sa lek do shpenzoj për të dashur, dhe më tha çmimin. Edhe i thash në rregull se e kam për të dashur, më tha mua pse s'pa e merr për fëmijë? Jo, i thash për me të dashur, por është për të mëdhenj. Po pra, se tha, mendo të lash dhëmbët me Milanin. Po dhëmbët po lan. S'po lan byçën. Dhe pse unë nuk jam fan se Milanit njerëz, po ka edhe kështu, ka pak. E pëlqeve? Okay, po ja vendos atje tek tualeti. Gjithashtu kemi mori edhe kështu mish të grirë, se unë nuk gjeta, dhe do bëjmë burger. Alf, do më ndihmosh pak të bësh patatet? Pyeti Albi qa është kur derdh kafen. Do të thotë që të marrësh pece dhe ta fshish Albi. Apo jo, kjo do të thotë që kur derdh kafen dhe bëhesh shtëpis, do të thotë që duhet ta fshish dhe të pastrohesh. Po seriozisht, është se unë them që është fat. Kurse Albi thotë që është ters. Nëse e dini, se unë nuk e pi kafen dhe nuk e di as ja kam haberin, thjesht e kam dëgjuar tek Ersi. Nëse e dini, na shkruani këtu poshtë te komentet, është për mirë apo është për keq. Ndërkohë, kam këtu mishin e grirë dhe kishte marrë 1 kile mish të grirë. Unë gjithmonë 4.000 lekë ble, kam marrë 1 kile dhe plot qesja me mish të grirë. Ndërkohë kam bërë në rente qepën. Këtë ma keni mësuar ju se unë fillim me bëja të grirë dhe sikur ndihej dhe nuk ishte shumë e shishme, kurse për bërë në rente është më mirë, thjesht për t'i dhënë atë aromën e qepës. Edhe do t'i hedhim hudër, i kam hedhur pak bukë të grirë edhe plot erza. Edhe këto, ne duam, do më thënë, në fillim e bëja me tull buke, po tani dua që të ndjej sa më shumë mishin. E do hedhim në një kopër ves të freskët. Soon they'll be falling down. The Benji play together, only the Benji forever. Not just yet. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The night that Sa një kulinan të gjatos. Të gatuan o jetë për t'i bërë të gjërat shumë si ndimës. Ja dhe burgeri që bëm, këtu duket i vogël shkëlqy, po shkon e sajtat që është se e bëm me dopjo qofte. Se na bën zhurë. Kam qef. Hajtë na bëftë mirë se ka dhe super e shishëm. Në videon e fundit unë listova gjërat që nuk më pëlqejnë dhe më pëlqejnë nga bashkëtesa. Më thuaj vetëm një gjë, çfarë të pëlqen nga bashkëtesa me princeshën dhe çfarë nuk të pëlqen nga bashkëtesa. Tregovi sinqert. I pa përgatitur. I pa përgatitur. Do të përgatitem një. As nuk ja kam bërë ndonjëherë këto pyetje që kështu po ja bëj këtu në YouTube. Trego sa më i sinqert, nuk më ngelet qefi. Po shkurt fare. He, dy. Reja hatia, ushqimi një, që është super.
Okej, çfarë nuk Po, të është e pëlqen, gjitha. se për këtë jam kurioze, tregoj sinqert. Pëlqen ndonjëherë shumë zevzeke, të ndonjëherë ti s'bën asgjë ti kështu edhe. Kjo është. Kurse unë thash që nuk më pëlqen, se ti nuk i sheh videot e mia dhe nuk i sheh videot e mia, çupa. Unë Po s'ka më shko të shoh videot tua, o të shoh videot e tua ose të shohim darkë bashkë një serial, kaq koka. po. Unë thash këtu në YouTube që mua nuk më pëlqen nga bashkëtesa sepse më thotë që hekuros në një robë ose më laj rrobat e Jo, zeza. unë sa them me detyrim. Jo, nuk ma thënë me Ta kam detyrim. thënë Po sot me të mirësi përfundove edhe, për veti shembull. Po hekurose. normalisht, shumë se raste Tash, veti po kam edhe hekurose. tash 80% i hekuros Kur- vetë. po. Unë ja hekuros vetëm kur kam kohë ose kur nuk. E ke me qef të hekurosa, thu 4, 5, 6 gjera. Po duhet që ta bëj më shpesh se edhe alvesh në punë edhe e kuptoj. Po Më shpesh. do me thënë ty nuk... Këto doja të thoja ty nuk të pëlqen. Ty s'të pëlqen kjo gjë nga bashkëtesa? Që s'te hekuros rroba. Jo, s'është fare. Thjesht në njërë që bërë zevzeke, ke në një kërkesë më shumë se zhduhet, kjo është e gjithë. Po, se unë duke më shumë njeriu më pozitiv. Ose thjesht që unë e di çfarë s'më pëlqen, ndonjëherë që jam shumë i lodhur, dhe kuptohet se kur vjen në orën 9-10 minimum në shtëpi, atëherë ti fillon, shiko, merr këtë, kape çika ta bëj çik këtë kështu. Dhe unë jam për më lidh 10 minuta ta mbledh. Raste të rralla. Po, tjetër kaq. Të gjitha gjërat Më pëlqejnë, gjitha, normalisht. më shumë nga të gjitha i pëlqejnë recetat edhe gatimet e mia, që Për gatoj ata, gjëra vallaj. shumë të mira. Kurse Jam mua me fat. frytani se unë kam këtë vend Po do t'ikim punë tani, Me ka mirë, të lutem. mua nuk më pëlqen tjetër. Ças më pëlqen mua? O e ka shumë gjë që s'të pëlqen se ti listoj unë, nuk ka problem, po e lëm për videon tjetër. Paçi. Nice. Paçi. Ciao. Ne këtu do jemi. Remember the time I told you the way that I felt, that I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday all of this mess will only make us laugh. So find me at the rainbow's end. Then I'll be at your door when I'll be coming home. I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. Këtu në ndritën e qërimve, që kjo doli super e bukur, më pëlqen ka shumë, do ta vendos ose tek tavolina e mesit, edhe do ju tregoj tani një review shumë të shkurtër, sepse unë përfundova në fundjavë librin me Ryll, edhe jam e sigurt që më shumë se gjysma e ndjekësve, më shumë se gjysma e ju gocave e keni lexuar kur jeni qenë adoleshente, edhe jam e sigurt që ka një vend shumë special në zemrën tuaj. Por vëllimi i dytë mua nuk më pëlqeu, shkrimi ishte shumë i bukur, por nuk më pëlqeu se si përfundoi libri. Do doja një përfundim komplet ndryshe, sepse krahës dashurisë me Sidit dhe me Ryll, flitet edhe për tradhtinë, edhe tradhtinë në çift dhe se si në fund fare autori jep zgjidhje asaj. Nuk dua që, se kam pak të vështirë të flas, sepse nuk dua që t'ju prish magjinë e librit, prandaj nëse doni ta lexoni dhe nëse nuk doni që unë t'ju them pak më shumë se ç'duhet, edhe pse unë para se ta lexoja hyra tek Instagram e Viktor Sanasine dhe kishte bërë një pyetje, a duhet që çifti të përfundonte së bashku në fund pasi kishte një tradhti. Edhe unë nuk po e them shjeto fare si ishte, kush tradhtoi dhe kush fali, ose nuk ju thash, mos më dëgjoni tani,
sepse nuk dua që t'ju prish magjinë e librit. Nuk jam fare në mendim me autorin. Unë nuk e konceptoj, domethënë këtë libër mund të jetë një nga librat që më ka zhgënjyer më shumë, domethënë fundi, se si jetuan pjesën e trastisë, se si i dhanë zgjidhje. Dhe Viktor Sanosina ishte shprehur tek komentet dhe në Instagram që ndonjëherë dashuria kalon prova të mëdha dhe nëse nuk i kalon këto prova nuk është një dashuri e madhe dhe nëse ne nuk falim. Por unë mendoj se disa gjëra nuk duhen falur, nuk e di nëse ju do e falni të trastin, por për mendimin tim ky libër ka më shumë se trasti nga ana e njërit prej personazheve. Ka më shumë, sepse nuk është thjesht një trasti e momentit. Tani unë do qetësohem pak dhe do dal pak të këtë përdorurat, sepse jam në kërkim të një çante kashmir, sepse kashmiri do jetë shumë në modë këtë vit, ose ndonjë xhaketë të tillë dhe do shkojmë të këtë përdorurat. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to the... Zori shiu dhe nuk e keni iden sa gjërat bukura që gjeta tek të përdorurat, mund t'ju tregoj nesër të ky vlogu ose tek vlogu tjetër, varet se si e kam kohën, sepse duhet ta editoj dhe ta hedh. E ka zënë shiu me skuter. Nuk ju kemi treguar, po Albi ka blerë skuter të ri. Se skuteri i parë i hapi pak probleme me baterin, u rregullua, po pa një skuter tjetër me çmim shumë të mirë. Edhe e mori dhe ky është flak fare, i them unë është fiksi Lamborghini. Skuter, se në Tiranë, se keni idem për nëse nuk jetoni në Tiranë, si ishte sot trafiku, edhe këtu te lagja ime që nuk është se para bëhet trafik, ishte skandal. Edhe shqyr zotit që kam bicikletë, se me autobus nuk do lëvizja dot në asnjë vend. Gatuaj për tani në darkë një supë me qoftë. E bukura ishte që nuk e baja mend recetën dhe hyra në një video time të vjetër që e kisha shqyr zotit, e kisha bërë te titulli supë me qofte. Edhe më ka pëlqyer shumë herën e fundit dhe mora këtë tenxherën dhe t'ju tregoj edhe juve recetën po të ky vlogu. Edhe qep, një luk miell dhe e trazojmë dhe i shtojmë pa nga pak ujë të pakët. I shtojmë selino, karota. Ja ku e kemi dhe lëngun e supës, do ta lë disa minuta që të marrë val dhe me mishin e qofteve që më ngeli nga dreka do bëjmë disa topka për supë.